kemi një gjyqtare në gjykatën e Prishtinës, një Albina Vuqetaj, e cila na del që është familjare e njënit prej të arrestumëve. Edhe në të njëjtën kohë, edhe agja i saj është personi kërkuar në këtë rast, një Xhavet Vuqetaj, i cili në vitin 2011 të arrestuar për trafik të drogës prej Turqisë në rajonin e Pejës. Ska ICC, kush prej drejtësisë është i përfshin? Tash, veç duhet me bot qartë. Hetimi drejt tash është vetëm në pjesën e njerëzve që kanë qenë të punu jashtë, të punu në rrjet. Mirë, po hetimi nuk ka prej hala njerëz të cilët janë pjesë e institucioneve dhe për me pa tash tutje e ekzaminimin pse këta njerëz kanë mri me pas në këtë punë. Po ajo që kemi mri për shembull me gjetë prej faktit që kur dalin emrat, na gazetarët tash duhet me bëni një background check të njerëzve, mi pa qysh dokën këta njerëz, kanë kanë shok në rrjetet sociale, kanë kanë babë, kanë kanë anë, kanë kanë familjarë të tjerë. Tash neve na del që për shembull kemi një gjyqtare në gjykatën e Prishtinës, një Albina Vuqetaj, e cila na del që është familjare e njënit prej të arrestumëve. Pra, baba i saj është njëri prej njerëzve të arrestuar në këtë grup, edhe është shumë e rëndësishme me e kuptu që ajo gjyqtare nuk ka pranu me u deklaru për këtë punë deri tash. Po Baba i tij Rifat Vuqetaj, edhe në të njëjtën kohë, edhe agja i saj është personi kërkuar në këtë rast, një Xhavet Vuqetaj, i cili po ashtu ka qenë pjesë e grupeve të mëhershme të trafikut të drogës. Çka dim tash për këtë rast? Këta njerëz sovjetçar që po më duket që interesant me pas babën të përfshirë. Janë njerëz të cilët janë kur po flas janë të rrymë në trafikun e drogës, është fakti që këta kanë qenë në vitin 2011 të arrestuar për trafik të drogës prej Turqisë në rajonin e Pejës, dhe baba i gjyqtares ka qenë personi i cili ka bartë mostrat e testimit të drogës prej bazës deri tek. Derisa babën e ki, do me thonë, tregtar drogës ti ki krye juridikun, je bo gjyqtare, se pi bjen kjo 15 vjet fundit karriera e saj ka avancu, bo gjyqtare, veç po du mi ju pyet juve kështu një pyetje, a guxon me u bo gjyqtar nëse 2011 të kanë zonë baba në trafik drogës, kur shkon ti me apliku për gjyqtare, atë këqyr dikush, ata me këto parasysh? Sistemi verifikimit do duhet i kap të këto gjana dhe të sheh të verifikimin e të kaluar së familjarëve të ngushtë të njerëzve të cilët marrin pozicione në sistemin e drejtësisë. A jetu bën që Rifat Vuqetaj peqat hershit njifët? Këtu është ka gjykim të gjykatës supreme, ku është dënu 3 vjet e diçka burg, e kanë pranuar fajsin për veprën që e kanë bërë dhe kanë vazhduar me jetu në Pejë edhe vllai i tij. Apo sa ne pash ka pas edhe pranim fajsisë në këtë punë. Po çka është më rëndësi është në verifikim, ka të si jurist, shpjegoma, verifikim vetting paraqet problem, a ishe do është më ndalu me qenë gjykatëse në Prishtinë, nëse baba jot është me vendim gjykatës supreme i klasifikuar si drogagji. Do duhet këta njerëz mos mullohen me hyrje brenda sistemit, për shkak se dashur apo s'dashur kanë pas një background familjar të narkokarteleve në këtë punë.